pas vdekjeve të dy prindërve, mamas e babait, më vdiqën për 5 muaj të dy. Kam një motër të sëmurë, e kam të sëmurë motrën e kam me sëmundje të pashërueshme nga koka dhe jam kudestar i motrës. Dhe marr 100.000 lekë, minja 118 ma ullën tani, e ullën, me janar e ullën. Edhe motrës edhe mua, se këta në përgjithësi ullën kempet. Se këtu është këton, duheshin ullën, që mi me të ngrihen këta ullën kempet, është muhabet me vete kjo. Grua me kam në një Europa qepsi, dhe ja këshu vërtitemi, po qështi ka, ajtë një buk do të arsë, e kupton? Po ne tërë jetën për një bukës, se në plash s'kemi vajtë në njërë, asë plesh nuk më vajtë në prindrit, asë një dit në plash, asë ne s'kemi dërmendeve në plash, se ku të vesh, duhet të qmendesh, duhet të kesh 1 milion leka të pak. Ore 1 milion leka të kesh dhe prapë do ashtë, do me dhenë i rezervuar, se po ule tash, peqke, gjerat të ngelen në bryk. Sufaqe të ashtë prapë dhe prapë së dalin. Ne kemi atë gatimin tjetër. Se ka i gatimin tjetër emrin? Që kemi qef neve? Thuj pak emrin? Fasullu. Ty që janë fasullet, patatet, o birë, se ndryshe këj popull edhe në kone e Enverit, të popull fasullet dhe patatet e kanë bajë për o birë.